Unë jam Shefki Balla, një banor i Krabës, pasi dolën gjithë për hallet e këtij vendi, për hallet e Shqipërisë, unë venosa dal në shesh, sepse unë kam qenë i pari 2013 për shkak premtimeve që na bëri Edi Rama, kam hull votën ke kutia e votimit. Jam shumë i zgënjur sepse ky jo vetëm që nuk majti premtimet cilët kishte thonë shëndetësinë falas, do të kishte punë, do të kishte drita, ujë, mbadje edhe ujë për vaditje. Ky nuk mori asgjë nga këta, por ky e volli Shqipërinë. Ky filloi të marr pronat njerëzve. Ky filloi të i përzon, të prut hujt këtu në këtë vend. Unë këtu vi me gjithë gruan, vi me 2 vajzat e vogla, banoj me qira, marr 600.000 lek në muaj. Ato 600.000 lek mu nuk me dalin, punoj gjithë ditën ndërtim, me zi pres vi rroga që t'laj qiran, t'laj dritat, t'laj ujtin dhe hallet e tjera të shtëpisë. Prandaj dal këtu në protestë, se shoh sot që kullat larta gjitha nej, vila gjitha nej, kurse populli jeton në gjendje mirim. Nuk do t'i ndalem kësaj proteste, me shpresë Zotit deri në fund. Unë për këtë protestë, unë jap dhe jetën. Besote kjo protestë, ashtu si beson që e nesër mja do të vire prap do të zgjohesh. Besote kjo protestë, ashtu si beson që shqiptari e besën edhe shkati të vdes për ta mbrojtur atë besë. Besote kjo protestë, të besosh ashtu si beson që ka një Zot lartë që të mbron. Besote kjo protestë, beso se e drita jo ke vlen. Beso se nëse del në këtë protest, po del për veten tënde, po del për të drejtat e tua, po del si individ, po del si një njeri i lirë, që nga i liria që i kemi rënjët sot, tek njerëzit e mirë që jemi sot këtu në shesh. Beso në këtë protest. Jueni fundi! Jueni fundi! Jueni fundi! Secondo.